Një grup ish studentësh, tashmë njerëz të suksesshëm në biznes, u takuan për të vizituar profesorin e tyre të dashur të universitetit. Pas përshëndetjeve të ngrohta, filluan të ankoheshin për stresin në punë dhe në jetë. Profesori i dëgjoi me durim, e pastaj tha me buzëqeshje, "Eja, të pim një kafe." Ai shkoi në kuzhinë dhe u kthye me një enë të madhe kafeje dhe shumë filxhan, disa prej porcelani, disa metalik, disa të thjeshtë, disa të shtrenjtë. I vendosi në tavolinë dhe tha, "Merrni një filxhan dhe shërbehuni vetë." Secili zgjodhi filxhanin e vet. Profesori i vështroi dhe tha, "E keni vënë re?" Të gjithë zgjodhet filxhanët më të bukur, duke lënë mënjan ata të zakonshmin. Kjo është e natyrshme, por këtu qëndron burimi i stresit. Filxhani nuk e ndryshon shijen e kafes, tha profesori. Shumicën e kohës është vetëm më i shtrenjtë, por nuk e bën kafen më të mirë. Në të vërtetë, ajo që dëshironit ishte kafeja, jo filxhani. Por ndërkohë që zgjodhet filxhanin, filluat të shikonit edhe çfarë zgjodhen të tjerët. Profesori ndaloi për pak dhe vazhdoi me ton të qetë, "Jeta është kafeja. Punët, parat dhe statusi janë filxhanët. Ato janë vetëm enët që mbajnë jetën, por nuk e ndryshojnë shijen e saj. Nëse përqendroheni vetëm te filxhani, do ta humbni shijen e kafes që Zoti ju ka dhënë. Shijoni kafen, jo filxhanin."